Një 44 vjeçar është arrestuar nga policia e Dibrës për shkak se ka kryer një ndërtim pa leje tek ura e Vashës. Kjo, që është monument kulture. Pavarësisht se në monument kulture është rreptësisht i ndaluar ndërtimi me disina, dëmtoi këmbën e urës së Vashës duke hedhur beton dhe duke ngritur një mur disa metra të lartë. Këtë mur me disina, sipas dhënave nga policia, ka ngritur gjatë natës, duke tentuar që të shmangte kontrollet nga policia dhe Inspektorati Mbrojtjes së Territorit. Muri, i cili ishte pothuajse i përfunduar, mësohet se ka nisur të ndërtohet prej më shumë se një jave, duke hedhur cimento dhe hekur në këmbët e urës së Vashës. Ky ndërtim do të shërbente për të kaluar personat nga ura e Vashës për tek një lokal, që po ashtu është ndërtuar shumë pranë urës së Vashës, po me struktura betoni. Kanë qenë disa denoncime që kanë mbërritur në policinë e shtetit, që ka sjellë edhe zbulimin e ndërtimit të paligjshëm dhe arrestimin e Medisinës. 44 vjeçari pas arrestimit është referuar në prokurori për veprat penale, shkatrimi veprave kulturore dhe ndërtimi paligjshëm. Ura e Vashës, një thesar i vyer i historisë dhe kulturës shqiptare, ndodhet midis fshatrave Klos dhe Guri i Bardh. Ajo lidh dy brigjet e lumit mat dhe ka qenë për shumë kohë mjeti vetëm i komunikimit në rrjedhën e sipër me të këtij lumi. Fillimisht kjo urë nuk e kishte emrin Ura e Vashës, por Ura e Skurës. Ajo ndërtua si një akt bamirësie nga Haxhi Hajrullah Skura, afërsisht 300 vite më parë. Emri Ura e Vashës rrjedh nga një urë tjetër në afërsi të zonës.